Çu bën djemtë e tu? Pas martirizimit të Aliut, paqja qoftë mbi të dhe sundimit të plot të Muavije ibn Ebu Sufjanit mbi kalifatin islamik, dashje pa dashje, lindën konflikte mes këtij dhe shokëve të ngushtë të Aliut, paqja qoftë mbi të. E gjithë përpjekja e Muavijes ishte që ata të tregonin që miqësia dhe përkrahja e tyre për Aliun nuk u kishte sjellë atyre asnjë fitim, dhe në këtë rrugë ata ta quanin veten e tyre të humbur. Muavija u përpoj shumë që të dëgjonte me veshët e tij prej tyre fjalët e pendimit. Mirpo, kjo dëshirë e tij nuk u realizua asnjëherë. I tharët e Aliut, pas martirizimit të tij, u dhanë më shumë në përkujtimin dhe nderimin e madhështisë dhe të personalitetit të tij. Në këtë mënyrë, ata tregoheshin më të devotshëm sesa gjatë kohës kur Aliu, paqja qoftë mbi të, ishte gjallë. Guxim dhe me trimëri, të gjitha energjitë e veta i harxhonin për të ruajtur dhe mbajtur gjallë rrugën, miqësinë, stilin dhe shkollën e Aliut. Nganjëherë, puna shkonte deri aty, saqë masat që merrte Muavija i jepnin atij efekt të kundërt, duke bërë që vetë ai dhe të afërmit e tij të ndikoheshin nga ndjenjat dhe bindjet e pasuesve të rrugës së Aliut. Një prej shokëve dhe pasuesve të pastër, të devotshëm dhe largpamës ishte dhe Udej, i biri i Hatemit. Eadi ishte prijësi i fisit të madh Taj. Ai kishte disa djem, vetë ai, djemt e tij dhe i tërë fisi i tij ishin ushtar besnik të Aliut. 3 prej djemve të tij, Turfe, Tarif dhe Taref, patën rënë dëshmor në krah të Aliut në luftën e Sifinit. Pas përfundimit të luftës së Sifinit dhe martirizimit të Aliut, paqja qoftë mbi të, Muavija u bë kalif. Rastësitë e jetës e përplasën Eadi ibn Hatemin me Muavijen. Muavija, me qëllim që t'i kujtonte ditët e hidhura, e t'i merrte atij një fjalë për atë se sa dëm kishte pasur që kishte ndjekur Aliun, i tha: "Çu bën djemtë tu, Tarfe, Tarifi dhe Tarefi, ran dëshmor për krah Ali ibn Ebu Talibit në Sifin", u përgjigj Udej, sepse ai hodhi djemtë tu në luftë për t'u vrarë, kurse djemtë e vet i mbajti pas frontit për t'i ruajtur, u përgjigj Muavija. "Jo, jam unë që nuk kam vepruar drejt me Aliun", u përgjigj Udej. "Pse?", pyeti Muavija. "Sepse ai u vra dhe unë mbeta gjallë. Duhet ta kisha dhënë jetën time për të kur ai ishte gjallë", tha Eadi. Muavija e pa që nuk i doli gjë. Ai dëshironte shumë të dëgjonte për karakterin dhe gjendjen e Aliut nga goja e njerëzve që kishin ndenjur për një kohë të gjatë, ditë e natë pranë Aliut. Ju lut Udejt që t'i fliste e t'i tregonte për Aliun, ashtu siç e kishte njohur ai vet atë nga afër. Udej tha: "Mos ma kërko këtë gjë, patjetër që duhet të më tregosh", u ashpërsua Muavija. "Të betohem për Zotin që Aliu ishte shumë largpamës dhe i fuqishëm. Fliste me drejtësi. Urtësia dhe dituria e mbulonte atë nga të gjitha anët. Nuk e pëlqente as pak shkëlqimin dhe luksin e botës dhe rrinte me natën dhe vetminë e natës. Derte shumë lot dhe mendonte shumë. Kur ishte në qetësi, i kërkonte llogari vetes për të kaluarën. Vishte rroba të thjeshta dhe pëlqente jetën e thjeshtë. Kur ishte në mesin ton, sillej njësoj si ne. Po t'i kërkonin diçka, e pranonte. Kur shkonin për ta takuar, na merrte pranë menjëherë dhe nuk mbante largësi as pak me ne. Ishte kaq madhështor dhe kaq dinjitar, saqë ne mbeteshim pa fjalë përballë tij. Nuk guxonim as ta vështronim. Kur buzëqeshte, dhëmbët e tij shkëlqenin si ruaza margaritarësh. Ai respektonte dhe nderonte besimtarin dhe të devotshmin, e ndihmonte të varfrit. As i fuqishmi nuk kishte frikë nga shtypja e tij, e as i dobti nuk ishte i pashpresë nga drejtësia e tij. Të betohem për Zotin se një natë e pash me sytë e mi që po bënte me adhurim dhe lutje. Kur errësira e natës kishte mbuluar të gjithë vendin, i rridhnin lotët duke gjarpëruar në përfytyrë dhe mjekër. Po qante si të mjerët. Më duket sikur ja dëgjoj zërin edhe tani. Ai i drejtoi botës dhe i fliste: "O botë, je bërë kundështari im dhe tani më ke kthyer shpinën. Shko e mashtro dikë tjetër.
ty të kam divorcuar dhe s'ka më kthim prapa. Lamtumira jote është diçka fare e vogël, me pak rëndësi. Ah, sa keq që harxhi është i vogël, udhëtimi është i gjatë dhe shokët janë të paktë. Kur fjala e Udejit mbërriti këtu, Muavijes i dolën lot pa dashje nga syt. I fshiu lotët me mëngët e tij dhe tha: Zoti pas mëshirë për Ebu Hasanin. Ashtu ishte, siç e the ti. Tani më thuaj, si ndihesh që nuk e ke atë, si një nën e cila mban në prehër birin e saj kokprer, u përgjigj Udej. A do të mundesh ta harrosh ndonjëherë? Pyeti Muavia. Asnjëherë në jetë, u përgjigj Udej.